Shkodra po përjeton një sezon turistik me tregues pozitiv, ku çdo ditë më shumë vizitor vendas dhe të huaj zgjedhin qytetin dhe zonat përreth për të kaluar pushimet e tyre. Rritja e numrit të netqëndrimeve dhe fluksi i shtuar i turistëve konfirmojnë trendin pozitiv të zhvillimit të turizmit në territorin e Bashkisë Shkodër. Sipas të dhënave të sektorit të turizmit, netqëndrimet janë rritur me rreth 15 deri 20%, krahasuar me një vit më parë, ndërsa muajt korrik dhe gusht po shfaqin rezultate edhe më premtuese me një interes të lartë nga vizitorët. Sezoni turistik në Bashkinë e Shkodrës, pra të marrim Bashkinë e Plot, që nga Thethi deri në Velipoj, është një sezon shumë i mirë, premtuese me trend rritës. Kjo gjë vëret edhe nga statistika që ne kemi, me mbylljen e statistikave të 6 mujorit, pra që nga janari në fund të qershorit, statistikisht është 15 deri 20% më shumë të netqëndrimeve. Ky trend rritës është rrjedhoj e aktiviteteve dhe promovimit që Bashkia Shkodër ka këto vitet e fundit po ndërmerr. Sigurisht është Kalaja e Shkodrës, ajo diamanti i kryesor, ose një nga monumentet më të vizituara jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Është një trend rritës, sidomos në zonën e Shirokës dhe Zogaj, me sportet ujore, me gastronominë e liçenit, pra ku mbizotron tava e krapit, por gjithashtu edhe me xhirot e varkave, edhe me bicikletat në ujë, me paddleboardat, pra janë aktivitete të reja të shtuara që rrisin interesin turistik në këtë zonë. Thethi kryesisht është diamanti i Alpeve shqiptare, por edhe i gjithë Shqipërisë, që kulmon jo vetëm me sezonin turistik, por gjatë gjithë vitit ka turist, kryesisht të huaj. Edhe Velipoja, pjesën më të madhe e ka nga fillimi pra i qershorit deri zgjatur disi deri në gjysmën e shtatorit. Muaji korrik ka një trend shumë të mirë të rritjes, krahasuesisht me vitin 2025, edhe kjo gjë na jep, po themi ne, optimizëm edhe siguri që edhe gushti do jetë me të njëjtat ritme, po ndoshta edhe më shumë, sepse kërkesat siç ka në operatorët turistik, pra gjatë komunikimit me to, janë në rritje çdo ditë dhe fluksi i rezervimeve është gjithmonë në rritje. Me një ofertë që bashkon trashëgiminë kulturore, natyrën, gastronominë dhe mikpritjen shkodrane, Shkodra vijon të tërheqë gjithnjë më shumë turistë, duke kthyer turizmin në një nga sektorët më dinamik të zhvillimit të saj.